Këto zebra, ku çfarë rreziku. Që kjo është vdekja e dytë brenda 2 muajve. Do para 2 nete ke një këshi këtu që punon me kamiona, nuk ka dhim boll, po se kena me bo. Qëra e kaloj. Përshëndetje Burim, të adresova ty për arsye se ndoshta e merr vëmendjen e zyrtarëve të komunës së Fushë Kosovës. Brom ndodhi përsëri një rast me fatalitet në Miradit të poshtme përballë Nora Market. Është e tmerrshme rasti i dytë brenda 2 muajve e dikon personi i 9 apo i 10 që vdes këto vitet e fundit nga mungesa e mbikalimit. Partia qeveriste në Fushë Kosovë duhet me jap llogarinë kry për 22 vjet rresht nuk ka arrit një mbikalim me bo. Këto veç poshtohen dita ditës. Tu kisha lut në emër të krejt banorëve të Miradisë së poshtme është urgjente me bo një mbikalim, për ndryshe veç ka me ushtu numri i viktimave. Faleminderit shumë, pres reagim nga te. Na erdhëm. Qa ka ndodhë këto? Para 2 dite është viktima e fundit e kësaj rrugë një komsor i cili ka tentu me kalu rrugën është godit prej një motocikliste. Viktima ka qenë 78 vjeçare që kjo është vdekja e dytë brenda 2 muajve. Në shtatore kemi pas një viktim tjetër, një gru e cila po ashtu e ka humb jetën nga pasi është godit nga vetura duke tentu me kalu këtë rrugë. Qysh po e shene është jashtë zakonisht rrezik për komsor këto. Janë disa kilometra vijë rrugore ku nuk ka hapësira për me kalu rrugën. Është kjo mburoja në mes, rrethoja në mes, blokada në mes, biznese ka në të dy anët, që shpo e sheni është jashtë zakonisht rrezik. Jena me një qytetar këto i cili punon, e ka një biznes këto ofër, Harun Çmega Harun, ti ke qenë këto prezent, do me thonë, gjatë orarit tënë ka ndodhë aksidenti i para 2 ditëve. Po. Qysh ka qenë situata? Këto njerëzit kalojnë shumë, e kalojnë për mi, edhe u kontonë një motor e ka shkil një plakë, me thonë 70 vjeçar, shtu diçka. A e ke potja? Bash jo, po mas një 5 minuta, mas e ka shkil, që aty u ka një Sa është e rrezikshme Harun që tu me kalu çdo ditë, sa ka qarkullim knej, se ty të bjen me po mas shumti, a kalojnë shpesh të njerëzit son e posh, sa kilometra prej rrugës kryesore atje nuk pat kërkon ku me kalu rrugën, do me thonë për komsor. Po, e qërka ku me kalu, këto edhe kolon bëhet ka ora 5, shtu mas dite, kolon bëhet shumë kjere kalojnë, edhe këtu ka posë në kalim mu kam, përse ka bëhet qeveria, nuk e di qka, A shpejtësia e madhe që shton na për shumë, do me thonë, vazhdimisht, sa rrezik ka për komsor. A kalojnë komsor shpesh të? Shumë kalojnë, shumë tepër kalojnë. Këtu 80 nërë, po kjetë kalojnë ka 100 nërë, 120 nërë. Qërën e shpejtësinë e automjetëve, do me thonë. Qërën e ku ndalet autobusi njerë, stacioni qërë edhe nonën tjetër atje, njerëzit janë të prit. Edhe kjo hapësira ku ndalet autobusi është shumë e ngushtë. Unë e Minir Hasani, punoj dhe veproj që 6 vite shtë kom dyqanin, dhe ka pas shumë aksidente, shumë fatkeqësi në familje edhe... Fatalitete, që ashtë i fundit ke para 2 dite. Fiks, do në para 2 nete ke një këshi këtu që punon me kamiona, nuk ka dhim boll, po se kena me bo. Po, kemi pas edhe ma heret që ka pas, për shembull, këshi ma poshtë, ka pas netin rast, ka pas edhe lëndimet që ju si dini heqi e rrugë. Që si janë raportu, okej? Si janë raportu, për shembull, ka prek diçka, ka rrugë dikon diçka dhe nuk është raportu heqi, do janë me qindra raste që janë çashtu që nuk e din kërkush janë rrugë ato. Do me thonë vazhdimisht ndodh kjo. Vazhdimisht është shumë e urgjencë se është stacioni autobusa këtu, është fshati shumë i madh, ka ndalesa shumë, për shembull njerëzit për mos me shku deri në hapësirën në rrugë, atje me i për më hin katun, ata e fusin me dorë këpët në atona, edhe ka shumë probleme. Ko gjatë do kilometra tash ti unë erdhëm prej atje dhe asnjë mundësi nuk ke për me kalu rrugën njerëzit. Nuk është, kjo është rrugë magjistrale. Magjistrale, çfarë? Nuk është kjo rrugë për shembull e kanë bëu llav njerëz që bojnë një mbikalim nër urtë në ura ato, që është një urë një pjesë, është u folë që 4-5 vjet. Donë që është ka më bon, njerë kanë më thonë për rrethojnë si ma poshtë që është ajo rrethoja që mos me mujt njerëz me dol, pa apet njëjtë nuk është të bëu diçka që po duket e arsyeshme. A unë kisha preferuar edhe shtetin edhe këtë se është rrugë shumë e rrezikshme, se është rrugë e shpejtë. Qëre do me thonë të e kalu rrugën live. Atje. Qëre të prit, qëre e kaloj. Qëre e kaloj. Wow, te për rrezik.
Këto zebra, ku çfarë rreziku. Këtu realisht ko kanë zebra, po zebra me pengesa atje, qëre. Wow, qëre çfarë shpejtësie do më thonë. Në dy anë të rrugës ka biznese, absolutisht e të mërshme. Wow. Na prej ditës së djeshme e kemi prit zotin Hysen Durmishi, i kum shkru disa herë për një përgjigje për Rom pasorarit ma ka kthy një përgjigje cila nuk është përgjigje, e kum pyet se dje i kum bo 2 tema, do me thonë, i kum nis pyetje për të 2 temat, ka ardhë me një përgjigje. Jo, ja kum bo, zoti ministër, nëse s'përgjigjen e, kjo ka qenë e fundit, do me thonë, masi i kum shkru 4-5 herë. Zoti ministër, nëse s'përgjigjen e detyrohemi me postu qashto, a me të prit apo jo? Më ka thonë, jo burem, nuk po ta kohë mu marrë me këto 2 çështje se nuk i kam krejt informatat. Që kjo është përgjigja e ministrit zotit Durmishe, që ka shprej me e njerëz, unë jam burem Pacolli, siguroni me ma bo follow në këtë platforma.